Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka vijuar takimet me qytetarët në lagje të ndryshme të qytetit, duke ndjekur njëkohësisht nga afër edhe curinë e investimeve që po realizohen në territorin e bashkisë. Takimet me banorët janë pjesë e angazhimit të saj për të mbajtur një komunikim të drejtpërdrejtë me komunitetin, për të dëgjuar problematikat dhe për të informuar mbi projektet që janë në zbatim. Sipas Mersinit, kontakti vazhdueshëm me qytetarët mbetet mënyra më e mirë për të ndarë nga afër punën që po kryhet dhe për të diskutuar mbi zhvillimet që po merr qyteti. Çdo lagje, çdo komunitet dhe çdo shqetësim ka rëndësinë e vet. Dialogu i drejtpërdrejtë me qytetarët është thelbësor për të dëgjuar nevojat e tyre, për të shpjeguar projektet që janë në zbatim dhe ato që do të nisin së shpejti, si dhe për të ndërtuar së bashku hapat e ardhshëm për zhvillimin e Vlorës, shprehet kryebashkiakja. Gjatë inspektimeve në terren, Mersini është ndalur edhe në kantierin ku po zhvillohen punimet për habilitimin e tregut të madh të qytetit, një nga projektet më të rëndësishme të ndërhyrjeve urbane në qendër të Vlorës. Sipas saj, tregu nuk është thjesht një hapësirë tregtare, por një pjesë e identitetit dhe historisë të qytetit. Rjetëzimi i tregut është shumë më tepër se sa një ndërhyrje infrastrukturore, është rikthimi i jetës në një hapësirë që prej dekadash ka qenë pikë takimi, tregtie dhe komunikimi për qytetarët. Ky transformim do ta shndrojë tregun në një ambient modern, funksional dhe dinjitoz, duke krijuar kushte më të mira si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë zonë, shprehet kryebashkiaka Mersini. Punimet synojnë përmirësimin e infrastrukturës, rikualifikimin e ambienteve të tregtarëve dhe krijimin e një hapësire më të organizuar me standarde bashkëkohore, e cila pritet ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik dhe estetik të kësaj zone të rëndësishme të qytetit. Vëmendje veçantë po i kushtohet edhe investimeve në institucionet e arsimit parashkollor. Kryebashkiakja ka inspektuar nga afër punimet për habilitimin e një prej kopshteve publike të Vlorës, ku po realizohen ndërhyrje për përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe funksionale. Sipas saj, periudha e verës është momenti më i përshtatshëm për të ndërhyrë në këto institucione, pasi nuk pengohet procesi edukativ dhe fëmijët do të rikthehen në muajin shtator në ambiente të rinovuara. Vera është koha ideale për të investuar në kopshtet e fëmijëve, në mënyrë që nisja e vitit të ri arsimor t'i gjejë ato të restauruara dhe me kushte më të mira. Mirëqenia dhe siguria e fëmijëve mbeten gjithmonë prioriteti ynë, deklaron Mersini. Bashkia e Vlorës bën të ditur se investimet në infrastrukturën publike, hapësirat e qytetit dhe institucionet arsimore do të vijojnë edhe gjatë muajve në vazhdim, me synim për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve dhe për të zhvilluar një qytet sa më funksional dhe të zhvilluar.